Në bibliotekën e Universitetit të Shkodrës u zhvillua konferenca studentore me temë Zhvillimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore dhe kulturore të rajonit të Shkodrës. Aktiviteti organizuar nga Departamenti i Gjeografisë kishte në fokus promovimin e ideve dhe kërkimeve shkencore nga studentët e ciklit master shkencor. Gjatë konferencës u prezantuan punime që trajtonin problematika të veçanta në disa prej destinacioneve më të njohura turistike të veriut të vendit, si dhe rëndësinë e trashëgimisë kulturore si aset zhvillimi. Kam përzgjedhur nga problematikat të cilin i hasim vit pas viti, siç janë turizmi masiv në parkun kombëtar të Thethit. Kemi bërë një studim për rreth 2 vite dhe janë evidentuar një sër problematikash, siç janë mos menaxhimi i mbetjeve, gjithashtu një problem kryesor është dhe shkelja e shtigjeve të cilat po dëmtojnë florën dhe faunën në këtë zonë. Tema ime në këtë konferencë trajton migracionin shqiptar në Argjentinë. Migracioni është një nga shtyllat kryesore të fushës së historisë në planin studimor dhe dyta vetë emigracioni duke sjellë në kujtesë historinë, rrujtjen e kulturës të emigrantëve shqiptar dhe atyre arbresh në një rajon kaq të largët të botës si Argjentina, thekson edhe një temë që ndërthuret me këtë temë që është rrujtja e trashëgimisë kulturore dhe vetë historike. Sipas drejtuesve të departamentit, këto iniciativa studentore jo vetëm që kontribojnë në rritjen e dijes akademike, por sjellin edhe këndvështrime dhe zgjidhje konkrete për sfidat që hasen në zonat e mbrojtura të këtij rajoni. Evidentojnë fuqishëm potencialet natyrore, për shembull potencialet natyrore të parkut të Thethit apo artizanati në rajonin e Shkodrës, pra në fokusin e një zhvillimi të qëndrueshëm për të krijuar një Shkodër me të qëndrueshme. Veprimtari të tilla studentore shihen si një mundësi për të ndërtuar ura bashkëpunimi ndërmjet brezave dhe për të forcuar përkushtimin për zhvillimin e dijes.